Ronela, si po duket atmosfera i qytë organizimi i inaugurimit të Festivalit Quality? Apo kënaqesh? Sot është një natë që përveç atyre që kanë punuar shumë pas erdheve, siç e quajmë ne, që kjo të jetë një natë e mrekullueshme, të gjithë të tjerët që janë të ftuar, po të dëgjoni edhe vetë janë duke u kënaqur shumë, edhe kjo është ajo që ka më shumë rëndësi. Në fakt, në fund të ditës, kjo nuk është thjesht një festë, është një inaugurim, një lloj suksesi, një punë shumë të madhe i shumë njerëzve që kanë arritur të krijojnë jo vetëm një X kompani, por një traditë që duhet i shtohet të gjithë atyre që kanë dëshirë të blejnë shtëpitë apo bizneset e tyre, një ndihmë shumë e madhe për të gjithë. I marrë një pjesë në para inaugurime, në evente inaugurime është dhura ju diare, pashë ka një real estate. Çfarë ka bërë shumë përshtypje në moment? Deri diku edhe unë jam pjesë e familjes, unë vetë kam marrë ndihmën që kam kërkuar, kështu që ka qenë diçka që e kam gjetur kaq thjesht me një shpejtësi, me një korrektesë maksimale, kështu që kjo është ajo që ka rëndësi. A dhe aspirojnë ndikës vetë tu që... Absolutisht. Dhe sot të kërkosh të blesh një shtëpi ose një biznes apo një dyqan, ka shumë procedura që ndonjëherë bëhen edhe pak me vështirësitë e veta dhe kohën e vet. Dhe të gjitha këto ankse, sidomos për njerëzit që nuk kanë shumë kohë, janë në lëvizje gjatë gjithë kohës. Kjo është gjëja më e mirë dhe më e thjeshtë që mund të bësh është ndihma 100%. Përdi një dëshirë apo ndim që dhe juroje se që më në quality për të ardhmen? Suksese është fjala më e pakët, sepse unë e di që ata do ketë sukses gjë, sepse ti nëse punon gjithmonë ke sukses, gjithmonë ecën përpara. Po uroj që çdo gjë të shpërblehet sipas vrullit edhe dashurisë madhe që japin në fund. Nëse do të vinte një propozim, që Ronela Jade do të thuhej imazhet të Festivalit Quality, dhe pranoje apo do ishe skeptike? Unë them që deri diku e kam pranuar. Kështu që bëna shikoni. Në e projekte të reja më vazhdim, patjetër. Edhe asur super faleminderit. Faleminderit juve dhe suksese të gjithëve ne. Faleminderit.